situatën e përmbytje, evidentimi i dëmeve ka një raport përfunditar sot që flasim? Atëre, lidhur me situatën që kaloi kryesisht gjithë vendi jonë, por në mënyrë të veçantë prefektura e Qarkut Vlorë, në bazë dhe të parashikimeve që ishin të pritshme ato sasi rreshjes, u krijuan problematika kryesisht në 4 bashkitë e jugut të Qarkut, këtu duke mos eliminuar dhe bashkinë Vlorës me situatën Novosel. Por problematikat më të mëdha kryesisht i patëm në bashkinë Delvin, bashkinë Finiq, Sarand dhe në Konispol. Si pasojë e rreshjeve me intensitet të lartë në datat 19, 20, 21, vlen të përmendet që në këto 3 data, në këto 4 bashki ka rënë rreth 260 mm shi. Sasi kuptohet për një interval kohe të shkurtër, 3 ditore, një sasi që është e barabartë me sasinë e rreshjeve 2 mujore që në bazë të statistikave vjetore që kemi për këto 4 bashki. Problematikat kryesore ishin për sa i përket bashkive. Kemi çarjen e Argjinaturës, Lumit Bistrica në bashkinë e Sarandës, prishjen e urës Beli në Metoq. Kemi problematika në lidhje të rrugëve rurale, kryesisht në bashkitë Finiq, Delvin dhe Konispol. Gjithashtu, për shkak të shkarjes masiveve me dhera, kemi probleme të evidentuara nga sektorit e emergjencave dhe strukturat e bashkive poshtë. Kemi 4 bashki me rrezik shkarje për momentin në bashkinë Delvin, kemi dhe 2 banesa në bashkinë e Finiqit. Menjëherë, mbas përfundimit të situatës emergjente nga ana e kryetarëve të bashkive, janë ngritur grupet e konstatimit të dëmeve në terren dhe momentin që po flasim aktualisht ka përfunduar procedura e vlerësimit të dëmeve, ka ndalë me një shifër të dëmeve të shkaktuara nga përmbytjet dhe gradualisht jemi në pritje të procedurës në vazhdimësi për sa i përket vlerësimit të dëmeve të shkaktuara. Vlen për të përmendet që dëmet kanë qenë të mëdha, si në infrastrukturë, si në tokat bujqësore, në biznese, për arsye se vlen përmendet që disa biznese, kryesisht në bashkinë e Finiqit dhe të Sarandës, kishin dëme të konsiderueshme për shkak të prezencës në një kohë të shkurtër të ujit, si pasojë çarjes së Argjinaturës, Lumit Bistrica në fshatin Çuk. Kemi pasur humbje në Bakti, numër të konsiderueshëm në Sarand, në Finiq, por që situata u menaxhua në mënyrë optimale të mundshme, kjo fal edhe bashkëpunimit që u bë me Ministrinë e Mbrojtjes, AKMC-n, Ministrinë e Bujqësisë dhe për një kohë shumë të shkurtër, kryesisht flas për punën më voluminoze që ishte lidhur me riparimin e Argjinaturës, që kishte marrë 4 çarje, dhe brenda hapësirës kohore për 10 ditore Argjinatura u rregullua. Për të qenë më konkret, 4 bashkitë ju thatë që kanë evidentuar dëme. Konkretisht, çfarë dëmesh dhe a ka një vlerë financiare dhe nëse është menduar nga bashkitë apo nga emergjencat dëm shpërblim dhe këprek? Atëre, jo më kot e përmendam lart që thash, ka përfunduar procesi evidentimit të dëmeve. Lidhur me vlerën financiare të dëmit, është një procedurë që bëhet mbas vlerësimit të dëmeve, është vlerësimi i dëmeve që korespondon me vlerë monetare që çfarë është. Por dëmet kryesisht kanë qenë bllokime të akseve rurale, si e tham, banesa që për shkak të banesa sa krerë edhe sot që flasim janë rikuperuar rrugët ka fshatet. Atëherë, të gjitha akset nacionale në qarkun e Vlorës janë të kalueshme. Të gjitha akset rurale janë të aksesueshme. Ka problematika për sa i përket komunikimit, jo se nuk ekziston komunikimi, por vazhdon procedura e hapjes së rrugëve brenda lagjeve në përfshatra. Për arsye se ka prezencë të
inerte të dhera për shkak të shkarjeve dhe është një punë voluminoze që hap pas hapi po ndigjet në ana e bashkive. Por një shifër ende jo e saktë, që po të themi, diskutohet për një numër rreth 800 krerësh në bashkinë e Sarandës, dhe rreth 50 krerë bakti në bashkinë e Finiqit. Po sipërfaqe toke sa u përmbytën? Atëherë kryesisht sasia e tokës bujqësore që ka qenë prezent nën ujë ka qenë llogaritet rreth 50 hektar në bashkinë e Vlorës, në njësinë administrative Novosel, rreth 600 hektar në bashkinë e Sarandës, rreth 400 hektar në bashkinë e Finiqit dhe diku te 350 hektar në bashkinë e Delvinës. Gjithashtu pati prezencë ujë dhe në bashkinë e Konispolit, kryesisht në platancionet e agrumeve, por për shkak të terrenit që është atje, uji brenda një sipërfaqe hapësire kohe shumë të shkurtër u tëroi dhe situa u kthye në normalitet.